Ndahet nga jeta ylli hollywoodian, goditja në tru i merr jetën me njëherë. Richard Chamberlain, aktori karizmatik që pushtoi audiencën televizive përmes dramës mjekësore. Dr. Kildare u bë i njohur ndërkombëtarisht me mini seriale televizive The Birds Die Singing dhe Shogun. Ndroi jetë në moshën 90 vjeç për shkak të komplikimeve nga një goditje në tru. Aktori fitoi famë në fillim të viteve 1960 kur luajti në serialin dramatik Dr. Kildare 1961-1966, i cili e ktheu atë në një idhull global. Me pamjen e tij rinore dhe simpatike, aktori fitoi shumë shpejt fansat përkushtuar, ndërsa populariteti i tij i dha mundësinë të futej edhe në muzikë, duke regjistruar një këngë të suksesshme. Megjithse Hollywood u përpoq t'i ofronte role filmike të denja për talentin e tij, ai gjeti mediumin e tij ideal në miniseriale televizive në vitet 1970-1980. Në vitin 1980, Shogun, bazuar në romanin me të njëjtin emër, e bëri atë një nga aktorët më të besueshëm në ekranin e vogël. Shogun u bë një nga programet televizive më të suksesshme të epokës, duke fituar çmimet Emmy dhe Golden Globe.